Ekipi TVM2 dhe emisioni Lot dhe Gzim kësaj radhe u përqendrua tek një familje e varfër e cila konceptin e të jetuarit nuk mund ta paramendojë ndryshe pos vetëm me bukë dhe krip e ndonjëherë ndonjë pjatë me fasule apo patate. Kjo mënyrë të jetuarit për familjen Musliu nga fshati Tanush është përditshmëri. Tanusha fshat tipik malor, pa infrastrukturë dhe rrugë të rregulluara, pa ambulancë, ku prej kryeqendrës e deri atje nevojitet një rrugtim prej 2 orësh. Por, pothuajse skamjen po ja garanton secilës shtëpi që do trokasësh që nga fillimi deri në fund të fshatit. Familja Musliu, e cila ka 10 antar, gjithsej jeton vetëm në një hapësirë prej 10 metra shkatror. Të jetosh në shoqërinë e zërave të malit dhe frikës se mund të futet ndonjë kafsh e egër nga dritarët që janë të izoluara me qese najloni, është jetë e vështirë, do thonim për TVM2 antarët e kësaj familjeje. Sherifja, zonja e shtëpisë me zemër të ngrirë, filloi të tregoj lidhur me jetën të cilën ajo dhe familja e saj e bënte. Se kam zgjedhur unë këtë lloj jete, më ka rënë përhisë, shton Sherifja. Tash të jetë po hapësh, kemi çka më i bau staj. Ti si vajzë, çfarë kushte ke? Ti do të mos. Edhe na çdo kena pas kushte të vështira, s'kena pas. Çfarë shka të kemi në rreth. Na janë më supja në rreth sa. Po shtim na pasor, na kumplir, na shka të kemi. Ushqime që keni prodhuar dhe ju vetë. Po, shka i bojna vetë, kemi rrethna. Kumplir të pasor. Shka të bojna vetë. Ndërsa krye familjari Muhameti vështirëson akoma edhe më shumë situatën në shtëpi pasi në fatkeqësi zë këmbën me një lis. Këto ngjarje nuk është se nuk ndodhin shpesh në fshat, sepse është e vetmja mundësi për të mbjetuar, thot ai. Do me thonë lisi më ka zonë, më ka thëja para që i kom bo 5 herë. Do me thonë qëra mund të më në spital, i që pa dojë, do me thonë. Prapë ka thonë që pa bene më bo, më sa shtrofë e tjetë kam, pa të më të ne. Veç në që 2 vjetë jam, më qërë me shtofë. Qështë? Ju keni dalë me siguri për të punu me dru edhe u ka zanë liqë? Po, kemi shku me bon për një dare të vogël, dhe me thonën, edhe tu prej dru, mas u të zonë një visi, ma thaj komën edhe që e ndodhi. Edhe më tani në për doktore, në ka shku që 2 vjetë, në për doktore më ka shku. Besara 5 vjeqe mundohej që t'i ve në pa bukurit e natyrës, pejsazhin, gjelbrimin, duke dashur kështu që ta hedh pas shpine si të padukshme dhe pak të rëndësishme brendin e hallit të mbjetesës. Ndërsa vllau i saj 16 vjeç është detyruar të braktisë shkollimin për të mbajtur familjen. Për t'ja lehtësuar sadopak të dhimbje të madhe, le të mundohemi t'u ashtrim dorën duke ju treguar se nuk janë të harruar.